të zbuluar se cili prej Stenaldo, sepse Mateos do të lërë sonte shtëpinë e Big Brother dhe kemi vendosur që t'ua komunikojmë në një mënyrë krejt të veçantë. Shkojmë në shtëpi. Që ne nisëm më përpara bashkë. Atëherë banor jam sërish me ju dhe është momenti, por mënyra se si do të mësoni se kush do të lërë shtëpinë me Stenaldos dhe Mateos sonte do të ndodhë në një mënyrë krejt të veçantë. Si fillim duaj që Mateo të shkoj në obor, ndërsa Stenaldo në dhomën e surprizave. Po. Pa tjetër. Ups. Isha marrë çak marrë. Legion, më falë, vetëm një pyetje. Ne rikthehemi në living pavarësisht rezultatet, apo? Pavarësisht rezultatet do keni mundësi të takoni banorët. Okej, atëherë qëndro mal. Po. Në dhomën e surprizave. Mateo, qëndro aty afër Lori Kafes. Mateo, Po. lëre mo ato duhan, që shkjo? Po e the ti direkt. E kuptoj që jene emocione dhe një cigare do të bënte ndryshimin tani, po jemi live, po na shohin njerëz që nuk duhet të pinë duhan. Asun se pja duhanin pa hy këtu brënda, po? Ore, ka filluar Monika duhanin? Si shteti nga stresi. Okej. E kam Stenaldon të dhoma e surprizave? Bukuri. Atëherë më prisni aty të dy. Shkojmë pak në dhomën e ndenjes. Mal, Brikena, e janë me mua në dhomën e dëshirave. Okej, apo ma qëtë sta për mas shko? Pra, ju të dy s'da përja. Mos bëj. Dhomën e dëshirave. Ha? Pjesa tjetër për juve duhet të rrini pak aty në pritje. Bëhet tjerë. Apo ju thirrë? Në aferën, mërë. Po folë ti këtë përgjigje. I rapor. Kush vjen? Okej. I rapor brik të mrena. Jam me ju të dy. Më dëgjoni? Po, shumë pak. Okej. Mal Brikena do rregullohet me një herë. Mënyra se si vllai i madh ka vendosur që të komunikoj se kush që të qëndrojë në shtëpi dhe kush do të largohet sonte është përmes ju të dyve. Ju të dy jeni Mali, miku më i afërt brenda shtëpisë së Big Brother Stenaldos, një miqësi që të dy premtojnë që do të zgjati edhe jashtë mureve të asaj shtëpie, dy njerëz që janë lidhur shumë, kanë ndarë shumë çka me njëri tjetrin, kanë mbështetur njëri tjetrin në lojë dhe jo vetëm në lojë, edhe emocionalisht, edhe si dy njerëz të zakonshëm. Dhe po ashtu Brikena është tashmë mund ta themi me plot gojën gjysma më e mirë e Mateos aty brenda. Një njeri që pavarësisht uljeve dhe ngritjeve ka qenë aty gjithmonë për Mateon, e ka duruar, janë duruar, dhe po ashtu e vendosur deri në fund që nëse ndodh më e keqja, do e kishte shumë të vështirë që të qëndronte aty pa Mateon. Kështu që unë pres zarfin në studio. Faleminderit atjo. Atëherë. Në zarf kam emrin e atij që do të lërë sonte shtëpinë. Mbasi ta lexoj, No, të lutem. i pari që do të dalë nga dhoma e dëshirave do të jetë ai ose ajo që do të jap lajmin e mirë. Pra lajmin e personit që qëndron në shtëpi. Më pas do kthehem për tjetrin dhe cili do të jetë ai ose ajo do të jap lajmin e keq banorit që largohet. Jam i qartë? I qartë. Atëre. Ki parasysh që jam vetëm me ju të dy, ë? Nuk na dëgjon
as doma e ndenjes, nuk na dëgjon as oborri, nuk na dëgjon as doma e surprizave. Pra, vetëm unë, publiku dhe juve. Publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë sonte përfundimisht shtëpinë e Big Brother mes Mateos dhe Stenaldos është Stenaldo. 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 lë sonte Big Brother Stenaldo. 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 Jo. Po. Stenaldo. Stenaldo rre. Stenaldo. Jo, ma i rre. ai që largohet është Stenaldo. 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 Luta më mundsoni lidhje me oborrin. Kusa ndridhjam të shumë, shpëta. Atëre, një sekond më lidhni pak me oborrin, jam aty, se nuk e shoh gjithë planin e oborrit. Mal, më dëgjon? A e ka Malin aty, miq? Këtu ashtu. Aty është, okej. Më prisni ju të dy aty, Brikena dhe Mateo. Mal, Po. të ftoj të shtosh te dhoma e surprizave, edhe t'i japësh, te dhoma e surprizave, Mal. Uf. Dhe t'i japësh lajmin Stenaldos. S'ka ma fajt. Hajde. A do të më mërënë? Se ka biletën ama, që ke? Këtë biletën. Maraj! Mrozi. Ja? Dane? Veç po du me, para se me thonë që, bro, i je, kusha zotin i spjerin për kejtje. Po thojnë për kejtje, bro. Serios. Jo veç për mungo sigur të për pilatia. Që me marë, hapa të guzim shumë si që kjo që e ke marë. Po falem djeri djelosh. Kjo është gara, ha? Ti është krenor, bro, serios. Po, ke më këty, se e ki biletën e fotit. Faleminderit vare, çmoj shumë. Është për mua shumë kënaqësi që kam njohur të bërë një djalor si ti. Edhe
qëndroj besnik fort, ngusht, thellë vetes tënde se je i patjetërsueshëm. Je njeriu që Shqipëria dhe Kosova dhe bota mund ta ketë shembull për atë që përfaqëson. Ti edhe më shumë. Pase kjo është garë edhe në garë humb edhe fiton. Kështu që jemi në rregull. Let's go. Stenaldo, lësh të pinë Big Brother. Stenaldo, më vjen keq të të takohesh me banorët, të marrësh biletën e fatit Lori Kafe dhe të pres në studio. Patjetër. Po marr atë biletën e fatit, fillimisht dhe pastaj. E di ku është mal? Jep. Hajde Gjon. Shkojmë bashkë. Tani, këtu ka një sër nga ana tjetër. Këtu ka një sër xhupash e xhaketash, për këto gjërat kujdesu ti. Ti e vjen. I lëkurës, nga brënda. Do të gjëunë? Pa që jonë. Hongre? Here we go. Hajde. Hajde, Tri. Yes. E vlerësueshme shumë që jeni të gjithë këtu përpara. Unë do t'i jap dorën Selin, edhe të bëj një përqafim shumë të dashur me dy njerëz që i kam patur pranë këtu. Selin. Do më ngos shumë, jam shumë lumtur që kemi ndajmë të eksperiencë bashkë. Kujdesu për veten edhe... U the shumë flutur nga ana ime, unë uroj njerëz... Male Nikol Mënjan shti përpara. Patjetër. Uroj shumë që të kthehesh prapë, por nëse s'kthehesh, ke qenë shembull jo vetëm për shtëpinë tonë, por për një Shqipëri tjetër, edhe më vjen shumë mirë që në një pikë të jetës jemi njohur edhe mund të zhvillojmë një shoqëri shumë të mirë jashtë. U the fluturën edhe je ide fantastik. Faleminderit shumë për djalin që E tani u marrë dy momente me Malin dhe Nikol, edhe dy njerëzit që për mua kanë qenë brenda kësaj shtëpie, Mali një herë për gjithë kohën që kemi kalu bashkë, edhe Nikol për një vajzë super fantastike që përfaqëson. Do ta them atje jashtë, por Nikol është kandidatja më mirë për partnere te Alfred Sako dhe te Rrethi Katror, kështu që Alfred duhet me do e mos ta shohësh të vajzën. E dashur. Një tritë. Nëse për vetë. Edhe të takoj me ty ashtë. Se s'pa. Të që të mi më me kësi ti. Ale tritë. Kujdesu për vetë. Ne e shkëllqyre. Dhe ti. Majës. Për vetë. Ma merë. Kujdesu për vetë. Sfiton Big Brother, nuk të shoh me... Ti ktheu. Ma fori, se e ki biletën e fatit. E, Mateo Rime. Kundërshtarët me kundërshtar edhe me humb me një kundërshtar si ty këtu brenda nuk është keq. Falenderoj shumë, po mund ta jepja edhe dorën si kundërshtar edhe si njeri mbi të gjitha. Përshëndesim se na. A mund të japim dorën? Faleminderit. Të mira. Stenaldo zgjedh të takoj vetëm Selin, Nikol dhe Malin, ndërkohë që vjen në shtëpi, vjen në studio, më falni. Ki mu kthy, bro. Ki mu kthy. Dja. Mal, të lutem mbyllë derën. E Mal, më thuaj si po e përjeton këtë. Të deshta t'ja thoje ti lajmin e lidhur. E ka upë shtëpia një person shumë të guximshëm, një person që s'u ka inspiru veç mua, i ka inspiru këtë shqiptarë të besoj. Me marrë hapa të guximshëm, edhe ka kallëzu djalin që është. E ka kallëzu sa real është, që kësaj shtëpis shumë i mungon një person real, i mungon një person i sinqert, edhe ai i ka pas. Edhe nëse nuk kthehet, ka më mungu shumë këto ditë, nëse nuk kthehet. Nikol, di që ti ishe lidhur shumë me të, edhe pse ishte një kohë e shkurtër. Është si që ceka taj, sepse nuk duat zgjatem shumë. Mendoj që gjithsesi do kthehet. Është një qonë me plot vlera edhe jam shumë e lumtur që në këtë eksperiencë kam njohur një mik si Stenaldo. Selini, vetëmi rast që nuk kanë munguar përplasjet, por që ndaheni si miq.
Shumë e vërtet Ledion, ja kam vlerësuar në fakt çdo mendim të kundërt që ka patur për mua, sepse si gjithmonë ka qenë djalë shumë inteligjent dhe shumë me argumenta. Unë fjalët e mia ja thash, ka qenë shembull jo vetëm për ne këtu, po për një Shqipëri të tërë, për atë çfarë ka treguar, për forcën, për vullnetin, edhe për të gjithë formimin që në një mënyrë ose një tjetër e ka treguar këtu brenda. Unë uroj shumë që Stenaldo Uroj shumë që Stenaldo të kthehet, por nëse nuk kthehet, do jetë një nga hallkat më të rëndësishme të rrugtimit tim në Big Brother, sepse kam mësuar shumë prej tij. Juela, di që ti ke qenë shumë afër me Stenaldon në një periudhë të caktuar të këtyre 90 ditëve. Atë erdhi keq që nuk të takoj? Po, Ledion, më erdhi keq, të them të drejtën që ne kemi hyrë të njëjtën ditë, me 23 dhjetor, u lidhe me Stenaldon, shprehem vlerësim për njëri tjetrin, unë, pavarësisht nga gjithë konfliktet e fundit që kemi pas, vlerësimin tim për Stenaldon si njeri, jashtëzakonshëm që kam njohur, e maj për vete, do me thënë e them, hapur, dhe normal do kisha pasur dëshirë ta përshëndesja, por e respektova atë. Vendimin e ti. E qartë. A gjendo një fajt e vetja për faktin që a i nuk të takoj në fund, apo? Shiko, Ledion, ne jemi sqaru me Stenaldon, bas sqarimit, a i pastaj përsëri, ka njësur, do me thënë, u bote pjesë i çdo lloj debati ku nisha, dhe nuk merrte kur për shumë një pozicion që edhe ta thonë të mendimin e vetë si që është, në qoftë se për shembull kisha fyrje ose ofendime ose mendime të kundërta që ishin kundrejt meje, ai gjithsesi mbështette njerëzit e tjerë në debat. Edhe këtë ja kam thënë disa herë, por kështu kishte vendos ai lojën e tij edhe mbasi u sqarum. Mateo? Ja kam vlerësuar Stenaldo si djalë, pavarësisht domethënë debateve që kemi pasur, asnjëherë nuk kemi kaluar në ofendime ose në cënime personale, profesionale apo tjetër si jashtë, dhe nuk pëlqeu fare fakti që nuk takoi njëri tek derë, ose të paktën fakti që nuk më takoi mua ose më dha dorë. Të paktën nga ana njerëzore, momentet që kemi kaluar, se një farë kohë në fillim kemi pasur dhe një farë shoqërie bashkë, edhe kjo gjë, me thënë drejtën, nuk më pëlqeu fare. Ajo tregon më shumë sa për ne që me gjithë respektin që patëm, dolëm dhe pse kemi pas mendimet kundërta në lojë, kështu që. Okej, po ju lë me njëri tjetrin, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Dhe është momenti për ta